Bujqësia në rajonin e Pollogut vazhdon që të përballet me shumë probleme. Nëse në të kaluarën ishte mbjellur pothuajse 100% e tokës bujqësore, viteve të fundit gjithnjë e më shumë vërehet tokë e papunuar dhe e pambjellur. Rritja e çmimeve të pesticideve për spërkatje, mungesa e fuqisë punëtore, mungesa e sistemit të mirëfillt të ujitjes dhe një varg problemesh kanë bërë që bujqit të mos merren me bujqësi. Ato pak bujk që merren me bujqësi ose që janë përkushtuar bujqësisë me zjarin të mbjetojnë. Pjesa e fushës së Pollogut që ndodhet në rajonet e komunave rurale, vite me radh ka mungesë të ujit. Kanali i dikurshëm për ujitje nga Raveni deri në Jegunoc në pjesën e komunës së Arsës, Çmoti është ndalur dhe kjo ka bërë që shumica e bujqve të lënë pronat e tyre pa i mbjellur. Madje bujqit thonë se edhe ata që janë në pozita të larta shtetërore në Ministrinë e Bujqësisë nuk janë njerëz adekuat sepse nuk i dinë hallet dhe problemet e tyre. Maj 20 vite ka që ujti është i ndalët dikun nëpër kanale dhe kërkush nuk ka ku një farfeja interesimi. Jo për mu edhe mos më vlejt ashtu e kam punën, nuk flas për vitin tim as pak. Flas për mëdhimin tret, mëdhimin qerët që ka prodhojnë. Edhe këtu kemi të ngritur një pretension për Gështenjë, dhe me thane ka ngritur personi jashtë që është një Zvicër, e ka ngritur vjetë, edhe do shohim çfarë afuk në atë kulturën e druve, e punon e ka atë profesionin e vetë, unë këtu nuk shoh, dhe me thane ne nuk e kemi ujtin bas këtu, se bima, ose misri, ose atë qerat, ose pasullin, disa e përmendin shumë, ato që ka prodhojnë pasull, kam vdek janë gjerë, që tërkush nuk e mbjellin pasullin, mo. Njo, nuk kemi njerës edhe dita ujt nuk kemi. Bima e donë ujtin në kohën kur i duhet, jo një të ne japin dhe një ujt kur është ma e vogël veç të bëjnë atë adetin, ama bima dihet kur ka nevojë për ujë. Ndryshe, viteve të fundit krahas shumë problemeve lidhur me mbështetjen financiare të bujqve, problem në vete janë edhe rreshjet atmosferike. 2 vitet e fundit pikërisht në pranverë ka pasur temperatura të ulta, të cilët kanë dëmtuar kulturat bujqësore dhe pemët. Shumë sipërfaqe të mbjellura janë dëmtuar dhe bujqit nuk kanë marrë asnjë kompensim. Kjo ka bërë që në treg të ketë rritje të çmimeve të shumë prodhimeve, ndërsa shumë bujq nuk rrezikojnë të mbjellin sipërfaqe më të mëdha, sepse dëmet që u janë shkaktuar nga vërshimet dhe temperaturat e ulta nuk janë kompensuar nga shteti. Të gjitha këto probleme sipas bujqve janë faktor kryesor që bujqësia në këtë rajon dal nga dal po shkon drejt zhdukjes. Edhe ato pak subvencione që ndajnë nga shteti për bujqit janë të pamjaftueshme për të pasur një bujqësi të zhvilluar.